Duke marrë parasysh që në qoftë se e kemi edhe pjesën ekonomike, është ajo që ndikon, sepse do të me pas edhe një punë tjetër, dhe unë më i balancu këto dyja, kështu. Po, ashtu është adeja, po edhe unë edhe për veti gjatë kalimit kësaj periudhe, si aktor dhe si pjesëmarrës në projekte të ndryshme, s'do thotë që edhe unë kam punuar punë të ndryshme. Kam punuar çdo punë. Për mua puna është farz, që thonë, është domethënë diçka që duhesh ta pa marrë parasysh çfarë gjendje je ose çfarë kualifikimi ke, njëri duhet punoj dhe duhet mos dorëzohet, se jetës nuk e dihet. Pastaj a keni pas ndoshta ndonjë moment ku jeni demotivu, ndoshta ndonjë rol që nuk keni pranu ose diçka? Është vërtet kum pasur edhe në momente të këtilla, po nuk jam dorëzuar asnjëherë. Edhe gjithmonë faleminderit Zotit mi ka hapur rrugët. Faleminderit edhe prindit babit tim që është profesor i matematikës, gjithmonë më kanë mbështetur, gjithmonë më kanë nejtë pranë, pa marrë parasysh çfarë faze kom kalu, gjithmonë ka qenë mbështetje ndaj meje, të cilën e falenderoj shumë dhe të them drejtën, ndoshta pa ndihmën e tij nuk do të isha ku jam sot. Pikërisht sidomos mbështetja e familjes është ajo kryesorja, sepse ata të shtyn, ata gjithmonë janë më së afërtit kanë, domethënë, e dojnë më të mirën për juve, kështu që po besoj për ata ju kanë mbështet që nga shkolla e mesme, sepse përmendëm e kam pas një skepticizëm pak, por kur e kam po edhe jam i vetmi në anën e Moravë, në qytetin Gjelan Velikamiçi, kam 2 shkolla të akrimit. Jam po mendoj edhe kjo për mua gjithmonë krenohem me këtë punë, nuk din, sepse qysh i vogël kam ndjekur ëndrrën, kam ndjekur rrugën time, edhe pse si fëmijë shumë, ndoshta si adoleshent, shpesh ndoshta jam mërzit, shpesh ndoshta ju mbyll, kum çajt, më kam mungu familja, se kam qenë larg, po ja kam dalë. Pikërisht shumë kilometra larg, ndoshta vetëm vikendeve keni mujt me pa, kur e keni pas më të lirë? E vërtet, vikendeve dhe zakonisht ndoshta 2 javë kanë ndodhur që ndoshta një vikend nuk kam shkuar fare. Po për mua me të vërtet është krenaria dhe ndihmë shumë krenar me këtë punë. Dhe falenderoj që më kanë mbështetur edhe Jasha Shahiqi, Alban Shahiqi, cilët edhe më kanë ushtruar për audicionin që kanë pasur në shkollë mesme. I falenderoj shumë. Frata e kanë hapur kështu, e kanë krahasuar rrugë, mujna me thonë, pak më të qarta i kanë bërë me vazhduat dhe jo vetëm me forcën e juve, sidomos po ashtu edhe me mbështetjen. Ashtu edhe të shoqërisë mundemi me thonë, sepse kur e kemi një rreth shoqëror të mirë dhe mbështetës, atëherë nuk kemi komente negative, por kemi vetëm mbështetje dhe kemi të lirë. E vërtet. Cilat janë ato vështirësitë ndoshta që dikush që nuk është në botën e aktrimit nuk i din? Për ta studiuar aktrimin, për të qenë student i aktrimit gjatë periudhës studimit, me të vërtet nevojitet një punë shumë e madhe. Një punë, unë për veti gjatë studimeve e kam notën mesatare 9.4 edhe gjithmonë jam munduar, nuk ka puna e notës, po a kam dash me zemër, edhe nëse ma kalon dikush një profesor një notë pak, e kam marrë shumë nga të zemrës, sepse e don atë profesion. Edhe pse pra dashuria për profesionin, unë do të thonë që është goxha lart në pistë. Po, edhe me të vërtet kemi pasur ushtrimet shumëta nga profesor ndryshëm, ku ka qenë edhe mentor Zimbera, i mos harroj ta ceke, kemi pasur lëvizje skenike një landë shumë që ka lyp shumë për kushtim. Kemi pasur edhe të ndjerën profesoreshën Bërbuqe Berisha, që na ka dhënë aktrim para kamere, është dashur me bë një film metrazh i shkurt për provim, është dashur me punu shumë, me studiu shumë, po mendoj edhe për me arritë një rezultat që kur ta përfundosh fakultetin, ti je i përgatitur për sfidat e roleve të ndryshme gjatë këtij procesi. Kush mundeni me thonë që është mentori juaj ose ai personi që ju e keni pas dikush që doni me konë të ardhmen në fushën e aktrimit? Po, mentori gjatë studimeve tek unë ka qenë Arbresha Grabovsi Nigja. Pastaj, se kam përfunduar edhe masterin e dytë. Nëse masterin e kam përfunduar kohëve të fundit, pas një pauzë shumë të madhe, ku në fillim e kam pasur mentor Enver Petrovci, po pasi ndroi jetë, kam vazhduar te Arbresha Grabovsi Nigja. Unë mendoj që çdo profesor ose çdo pedagog në Fakultetin e Arteve
ka qenë shumë i qartë. Kanë dëshiruar punë, kanë dëshiruar studim, kanë dëshiruar qëndrim. Dhe jemi munduar, du të thonë, gjatë tërkohës të jemi sa ma efektiv, të punojmë sa ma shumë, që dalmi sa ma mirë para profesorave dhe që më të vërtet unë jam krenar për gjithë ata profesora që më kanë këshilluar, më kanë kritikuar për talentin tim. Të kishtë edhe kritika, është ndoshta kritika e mirë, sepse e dimë dhe kur personat e caktuar edhe japin një kritik, pra për të mirën e juve dhe për ato, për ndoshta një kritik mund të më thonë ma negative, por kritika është ajo që ne mësojmë prej saj. E vërtet, unë gjithmonë i pranoj kritikat, si ato negativet, si ato pozitivet, nuk jam në njëre që në reagoj, e marr kritikën, e studioj, edhe e shoh a është me të vërtet që më duhet mua, apo është me ndonjë qëllim tjetër të caktuar, edhe pastaj e vendosi a ta ndjekje apo jo. Përmendëm në aktrim që kërkon shumë punë, por po ashtu dhe punën e hulumtimit, pra po besoj që duhet njihet edhe psikologjia e njeriut goxhashëm, duhet të studiohet në një farë mënyrë. Kemi pasur lëndën e psikologjisë, i cili na është dhënë nga profesori Agim Selimi, që është një psikiatër shumë i mirë dhe është edhe regjisor i teatrit, edhe unë psikologjinë gjithmonë e kam dashur edhe më të vërtet kam lexuar shumë libra psikologjik, edhe në landën e tij që e kam pasur dheqe, që me të vërtet shumë e kam dashur, me të vërtet një aktor pa psikologjinë, se ne studiojmë psikologjinë e karaktereve, ne studiojmë karakteret të ndryshme. Edhe për të studiuar karakteret të ndryshme, duhet të kesh njohuri edhe për psikologjinë e tyre, që roli del sa më mirë edhe sa më i thellë. Doja të bëja një krahasim, me ju në fakt një krahasim për neve këto mes aktrimit teatër dhe aktrimit film apo serial. Cilat janë ato dallimet kryesore dhe cilën ju e preferoni? Unë për të vërtet, s'di, si mi nda, si më mbra. Po du me thënë që unë si aktor dy ati du shumë. E vërtet, teatri është më ndryshe, se teatri luhet më zemër, më shpirt, edhe serialet janë pak më ndryshe, se për shembull dhe gabon njëherë, e ndërprejnë, e bërë edhe njëherë, në teatr nuk mund të thuash publikut prit që pak se gabova, po duhesh je drejt për drejt me publikun. Është një ndjenjë shumë e fuqishme, mendoj, në teatr.